Ka largim të njerëzve, ndoshta arsyet janë të ndryshme, që është punësimi, qoftë ndonjë arsye tjetër familjare. Ajo që pak a shumë e ka nxit një farë shpërngulje është mungesa e një qerdhe. Çka e karakterizon ndoshta këtë fshat? Për çka njihet më shumë fshati Lupq? Fshati Lupq poshtëm, nëse merret në aspektin social, shoqëror, është një fshat me kontribute të mëdha për lirinë e Kosovës. Ky fshat ka dikun rreth 13 burgosën politik nga viti 1968 deri në vitin 1989, që janë emra të njohur, dhe nga këta emra po kemi pas deputet, veprimtar, përfaqësues të institucioneve shtetërore, dhe Lupqi poshtëm në një farë mënyre e ka ruajtur një farë fryme të dashurisë, të lirisë, dhe njihet me kontribute të çmueshme për Kosovën. E përmendëm se fshati ka afro 400 shtëpi, apo? Po. Sa është i banueshëm ky fshat sot? Janë shtëpi thujse gjitha të banueshme apo jo? Edhe Lupqin e ka prek kjo shpërngulja e banorëve thujse në gjitha fshatet në Kosovë qysh? Edhe Lupqi poshtëm, sado që ndan një afërsi jo më larg se sa 10-12 kilometra me Prishtinën, është prekur nga largimi i shumë njerëzve. Megjithatë ka mbetur ende i banueshëm në masë të madhe, por ka largim të njerëzve, ndoshta arsyet janë të ndryshme, që është punësimi, qoftë ndonjë arsye tjetër familjare. Ajo që pak a shumë e ka nxit një farë shpërngulje është mungesa e një qerdhe, ta quaj kështu, publikës, private publike për fëmijë, që sado kudo gjitha gratë e punësume e kanë pak vështirë që të udhtojnë me fëmijë të vegjël dhe të mbajnë punë me orar plot në institucionet e shtetit ose institucionet private. Kjo ka qenë një faktor dhe mendoj si një kërkesë e ime do të ishte drejtuar edhe komunës, që të mendoj pak a shumë ta shtrijë dorën edhe rreth ndërtimit të qerdheve publike dhe të krijojë kushte më të mira që njerëzit të qëndrojnë në vendin e tyre. Po kthehemi pak në kohë. Qysh e kujton këtë fshat vite më parë? Qoftë datë feminist juaj, qysh e kujtoni këtë vend? Po besoj se ka bukur ndryshime. Ndryshimet janë, tash mos ta them se është bërë zakonshme marrë mend se janë të mëdha. Fshati ka pas numër shumë më të vogël të shtëpive, ka pas një jetë më të varfër, një mungesë infrastrukture pothuajse totale, mirëmbajtja rrugëve është bën baza vullnetare prej njerëzve, duke i falendëruar lumit, llap dhe rërës. Njerëzit e kanë shfrytzuar për mirëmbajtje të rrugëve, oborrë, ka pas shtëpi të vjetra që sot mund konsiderohen minimalisht të pabanueshme.